Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova ka mbajtur para deputetëve fjalimin vjetor, në të cilin ka folur për të gjitha temat dhe ngjarjet që kanë ndodhur gjatë vitit kalendarik në Maqedoninë e Veriut. Sipas presidentes, në peshorën e Bashkimit Evropian, ndryshimet kushtetuese vlen më shumë se sa reformat reale. Duke folur për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, ajo deklaroi se vendit i duhen garanci të qarta nga Bullgaria, po edhe nga BE-ja për të siguruar parashikueshmërinë e procesit. Kudo që shkova, mbrojtë të drejtën tonë kushtetuese për anëtarësim në Europë. Kudo theksova mos përputhjen paradoksale që kemi pasur statusin e kandidatit për anëtarësim për 20 vjet. Pa garanci të qarta nga BE-ja dhe Bullgaria dhe pa masa mbrojtëse të përshtatshme, me një ndryshim tjetër kushtetues rrezikojmë të dalim nga procesi, ashtu siç doli nga deti plaku e Hemingwayt, vetëm me kocka peshku, me një identitet të zhveshur kombëtar dhe kulturor. Foli edhe për zjarrin në diskotekën Puls, jetët e humbura, korrupsionin, po edhe reformat në drejtësi. Suksesi i reformave gjyqësore do të varet nëse gjyqësori ynë do të ketë forcën për të thënë jo kur politika thot po. Është e qartë se pa një kuadër ligjor të pajtueshëm me praktikat më të mira europiane, nuk mund të ketë sundim të ligjit. Reforma duhet të udhhiqen nga parimet dhe jo nga interesat partijake, nga juritë dhe integriteti, jo nga besnikëria ndaj partisë. Fjalimin e presidentes e ndoqën deputetët e partive politike, përfaqësues të bashkësive fetare, kryeministri, por jo edhe ish presidentët Pendarovski, Ivanov e të tjerë, të cilët edhe pse ishin të ftuar, nuk morën pjesë.